Kjo është e tëra. Ju vjen keq për vrapçishtin? Në ç'kuptim? Që nuk arritët të fitonit. Në çdo betejë që hyhet, normal që hyhet për të fituar, po padyshim që të dyja janë opsionet. Realisht, nëse i vërejmë rezultatet në të dyja qytetet, ndodhi që kanë fituar kandidatët me mira vota më pak tani. Kjo i bie që ka një pakënaqësi të përgjithshme në ato vendbanime, edhe mos arritja e cenzusit e dëshmoj prej herës së parë, kështu që ne vetëm kemi dhënë kontributin ton për ta patur qytetarët mundësinë, sepse kandidati i jon që më pas u mbështet edhe nga të tjerët, është gjëja më normale, unë besoj, kur ka një kandidat mirë, që madje kandidimi i të cilit nxitet nga vetë banorët atje, normal që unë do kisha thënë se është mirë të mbështetet nga njerëz, nga individ, nga subjekte, nga shoqata, nga grupacione, të cilat mendojnë se ai individ do jetë më i përshtatshëm për t'u udhëhequr në krye të një institucioni, dhe ky është rezultati, ja ku jemi, kjo është. Pra ju thoni që mbështetja që erdhi nga ana e Vlenit për kandidatin tuaj në Vrapçisht erdhi si pasojë e cilësive të këtij kandidati dhe jo fal ndonjë marrëveshje që mund të ekzistonte apo ndonjë bisede, le të themi, në mos nuk jemi në marrëveshje. Shife Fatjona, Aleanca për Shqiptarët gjithmonë ka ditë jetë shumë e hapur dhe transparente me votuesin, me elektoratin. Nuk ka pse të thuhet ndryshe, diçka në qoftë se është e kështu. Dhe ne, ashtu siç ka qenë situata, ashtu edhe është dukur në opinion. Kandidati ka qenë i joni, është mbështetur edhe nga të tjerët, që ti s'mund të ndalish të tjerët, ose atje qytetarët e Vrapçishtit që mos kërkojnë një kandidat i tillë të dilte në zgjedhje. Për shembull, ju e dini që në raundin e parë nuk ka qenë ai kandidat, për shkak se ashtu kanë qenë rrethanat. Në kohën që qytetarët treguan, ose në një farë forme për mos daljes në zgjedhje, treguan që cenzusi nuk u arrit dhe më një politikisht e shprehur, kjo i bie që kështu jo, domethënë ka diçka që nuk shkon atje. Është shumë e natyrshme dhe është nder për qytetarët që të nxjerrish kandidat i cili i plotson pritshmëritë e tyre. Një informacion unë që kam nga atje, që vin nga rezultatet, thuhet që kandidati jon ka arritur Zuli Demiri, ka arritur që të merr mbështetjen e qytetarëve shqiptar, ndërkaq kundër kandidati është bërë fitues nga turqit atje. Megjithatë, do ta kemi edhe kundër kandidatin në studio për ta pyetur se nga se është bërë kryetar komune, megjithatë. Jo flas për numrat që flasin, ne mund ta interpretojmë individualisht si duam gjithë secili, po unë flas për numrat në Vrapçisht që tregojnë se kandidati që ka fituar për shkak të mbështetjes nga elektorati turk.